Sadakatul Fitri. Sadakatul Fitri ose Zakatul Fitr është një ibadet adhurim i cili praktikohet vetëm në muajin e madhreshëm të Ramazanit dhe lidhet ekskluzivisht me të, e veçanërisht me pjesën e fundit të tij. Sadakatul Fitri apo Zakatul Fitr është një adhurim ibadet pra material, të cilin e kanë për detyrë dhe obligim të zbatojnë muslimanët që zotrojnë pasurinë në nivel të nisabit, sasi kjo sipas shumicës së juristëve islam, e cila mjafton për nevojat ditore e më shumë. E pashtu e kanë obligim të zbatojnë edhe ata persona të cilët kanë dikë nën përkujdesin e tyre. Sipas të drejtës islame, Sadakatul Fitri është i kategorisë vajib, pra hyn në kuadër të atyre normave dhe dispozitave të cilat janë të detyrueshme për të zbatuar nga ana e besimtarëve musliman. Transmeton Ibn Umeri dhe thot: "Farada Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr sa'an min at-tamri aw sa'an min ash-shay'in." Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka përcaktuar detyrë obliguese Sadakatul Fitrin një sa me hurma ose një sa me elm. Sadakatul Fitri është bërë obligim në vitin e 2 Hijri, në të njëjtën kohë në të cilën është bërë obligim edhe agjërimi i muajit të Ramazanit, pak kohë para se të lehtësohej zakati. Sipas hadithit të pejgamberit alayhi salam, Sadakatul Fitri ka për qëllim dy synime kryesore. Tohratan lisaimi wa tu'matan lil masakin. Pra është pastrim për agjëruesin nga gabimet, lëshimet që eventualisht mund të ketë bërë gjatë agjërimit të tij, si dhe ndihmë dhe solidaritet në mes të varfërve dhe muslimanëve në përgjithësi. Sadakatul Fitrin e ka obligim ta jap secili musliman, pavarësisht a është i ri apo i vjetër, a është mashkull apo femër, a është i shëndosh ose jo, përkatësisht nëse i plotson kushtet e nisabit. Në kuptimin e lejueshmërisë, Sadakatul Fitri mund të jepet në secilën kohë gjatë muajit të Ramazanit. Edhe po të jepej në fillim të tij ose në mes të Ramazanit, do të ishte i lehtëshëm dhe në rregull. Mirë po preferenca e tij ndërlidhet me pjesën e fundit të muajit të Ramazanit, gjithsesi prej natës së Kadrit deri në natën e Bajramit. Koha e fundit për ta dhënë Sadakatul Fitrin është para faljes së namazit të Bajramit. Ai që vonon pas faljes së namazit të Bajramit, obligimi nuk bie, mirë po vlera e tij mbetet e një sadakaje të rëndomët. Kategoritë përfituese nga Sadakatul Fitri janë po ato kategoritë e njëjta të cilat janë përfituese edhe nga zakati. Mirë po në përputhje me fetvan e nxjerrë nga njerëzit kompetent për çështjet e fikut në vendin tonë, zakonisht Sadakatul Fitri jepet në institucionet e Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës për mbarvajtjen e jetës fetare arsimore dhe për nxjerrjen e kuadrave fetar, siç janë medreset dhe fakulteti i studimit islam. E lutim Zotin Xheleshanuhu që Sadakatul Fitrin dhe të gjitha veprat e mira që i kemi bërë brenda këtij muaji të agjërimit na i ketë pranuar.